أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلنرم الله تبارك وتعالى يدرجم الصلاة والسلام على پیغمبر تون تداشر صلى الله عليه وسلم تدرور ضزر ضماطر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Elusim Allah تبارك وتعالى që dhe këta kemi radhës tjetë prej veprave tona të mira, të cilat vepra të mira do të na bëjnë faqebardh e të shpëtuar inshallah taala nesër takimin tonë me Allahun fuqiplot. Javën që kaloi kemi fillu me një kapitull 3, kapitulli i cili flet për ruajtjen dhe kujdesin ndaj sunnetit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. I kemi përmend 4 ajete të cilat i ka përmend Imam Nevaviu rahimahullah. Të 4 ajetet janë argumente dhe dëshmi për urdhrin dhe obligimin që muslimanët, respektivisht besimtarët, e kanë nga Allahu Dhul Gjelal që të kujdesen dhe të ruajnë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E kemi thonë javën që kaloi, nuk ka kur gjo zarar me bo një përsëritje të shpejt. Dietarët islam e keni parasysh vëllezër historinë e ardhjes të pejgamberit alayhis salam, zbritjen e Kur'anit dhe pastaj historia e përhapjes së islamit dhe zgjerimit të kufive të fesë islame dhe hyrja e popujve jo arab në fenë islame. Tash, shpejt do informatat përgjithshme që dikush për juve dhe mundet mos me i ditë. Një pjesë e madhe për juve këtu, uroj gjithë tjeni, dini me lexu Kur'anin original. Alfabeti gjuhës arabe në fillim, mas parti ju e dini, për 23 vite, Kur'ani, kur i ka zbrit pejgamberit alayhis salam, është shkru, s'ka pas letër. Letër nuk ka pas. Ku është shkru Kur'ani? Kur'ani është shkru në rasat gurve, është shkru në lëkura të kafshëve të regjura, lëkura regjur, apo është shkru në levozhgat e palmave të hurmës, eventualisht në ndonjë ras drunit, ras guri apo drasa prej drunit, prej palmave, kryesisht palmave të hurmës. E keni në YouTube, mundeni me pa, nëse keni kureshtjen, sot në disa shtetet Magrebit, në Marok, në Tunis, në Algjeri, në Mauritani, Sudan, i përdorin do drasa, sikur qëto që i keni, që i kanë bo si lloj sutre, dhe i shkrujnë ajetet e Kur'anit edhe i fshin. Si një farloj tabloidi, me thonë tashke, tabloidi, iPadat e kohës moderne, po qashtu hala përdorët që e metoda klasike. Toni, ma vonë, kjo është faza parë. A e dini kur e kanë shkruar Kur'anin që shkruanet e gjuhës arabe në fillim herët, a e dini që nuk kanë pas pika? Baja, elif, ba. Baja, taja edhe thaja, a e kanë formën e njëjtë? Shkronja ba, ta, tha, a e ka shkronja e njëjtë? Po. Çka i dallon? Pika. S'ka pas pika. Pikat kanë ardhur mas vdekjes pejgamberit alayhis salam, mas vdekjes Ebu Bekrit, Omerit. Tash kur him aty në historinë e zhvillimit të gjuhës arabe, edhe 3 shkronja po ashtu, do të thonë baja, taja, thaja e kanë të njëjtën formë, po. Jo në 3 shkronja tjera që kanë të njëjtën formë. Ha para ha cila është? Gjim, ha, kha. Njëjtë. Dallimi jo, gjimi e ka pikën mes, haja s'ka pikë, khaja e ka pikën nalt. Dalje dhe dali, formën e njëjtë, dallimin e bën pika. Raja zaja, formën e njëjtë, dallimin e bën pika.
sini shini, formën e njëjtë, dallimin e bën, po në fillim s'ka pas pika. Jo në vendos pikat, nuk ka pas zanore. Zanoria, e, i, u, tenvini, en, in, un, të shtidi, sëkuni. Do më thonë, aq e kanë ditë gjuhën e pastërt arabe. Edhe aq bukur e kanë folë, sa që ata nga konteksti, nga aspekti kuptimor, kër e ka lexu fjallën, a e ka ditë, a ta, a tha, a ba, a gjima, ha, kha, a dal, a dal. Dhe më thonë, po kur është faq nevoja me u vendos pikat në shkronja, me u vendos vokalet, zanoret, eja, ija, uja, tenvini, të shtidi, kur kanë hinë fen islame, popujt e huaj jo arab folës. Hala po bo 100 vite prej vdekjes pejgamberit, kanë hi plot popujt huaj jo arab e kanë pranu fen islame. Persian, kush e ka shtiru Persin? Omeri radiallahu anhu. Omeri o shkru në Persi, një këtë Persin një pjesë Persis. Egjipti, në kohën e Omerit, Egjipti ku është, në cilin kontinent? Afrikë. Dhe përta pëshe me njëre në Afrikë. Hala po bo 100 vite kam ri islamin në Kin. Në Kin ka gjami pe i kohë sahabëve. Sahabë o konaj që ka ndërtu gjami në Kin sot është. Edhe ka arë deri në Evropë. Tash kur kanë hinë fen islame, popujt jo arab, po themi popujt e huaj në krasim me arab, jo arab folës, o shfaqë nevoja me ju vendos shkronjave pika, me ju vendos zanoret, se ata nuk jonë arab folës original. Imam Bukharia nuk ka arab, Imam Muslimi nuk ka arab, Imam Tirmidhiu nuk ka arab, Imam Nesaiu nuk ka arab, Ibn Majah nuk ka arab. Arab nuk jonë. Krejt këta ku ka Bukhara, në Bukhara, ishë Republikat e Bashkimit Sovjetik, Tirmidh, Nesaiu, në pjesë Persis. Apo kupton? Ebu Davudi nuk ka arab. Në origjina, po? Por Allahu dhul Gjelal i ngrit njerëzit me këtë fe. E mëson Kuranin, e mëson rrugën e pejgamberit, e mëson gjuhën arabe, e mëson fen, ja kalon arabit. Ja kalon arabit. Prandaj, pse e bona këtë hyrje? Kjo është më rëndësi vllazën, se në fillim ti kurku nuk mundesh me gjetë në fillim libra që janë shkruar për sunnetin. Këto libra kanë ardhur pak më vonë, kur kanë hi popujt e huaj në fenë islame, ata me vete kanë sill tradita, kultura, filozofi, adete, zakone. Prandaj, kur kanë hi ata në fe, i kanë bajt edhe do adete që si konë prej islamit. Ata persiant, adetet e persianve. Këta që konë nga të me romak, adetet e romakve të Bizantit. Varësisht ku ju në himus, ata në Afrikë, adetet Afrikës. Edhe ka lind nevoja me shkru libra me kalimin e kohës për me erujt islamin burimor. Suneti pejgamberit alayhis salam, i kemi thonë edhe javën e kalume, varësisht prej ulemave dhe disiplinave, shkencave islame përkatëse, definohet dietarët e hadithit sunetin e pejgamberit e përkufizojnë ndryshe, dietarët e fikut ndryshe e kështu me radhë. Kemi shumë libra që kanë shkruar ulemajën e të kaluarën me titullin Libri Sunnetit. Po kur të shiqojmë ato libra, kur i ka shkruar Kitabu Sunne, i shohim që në ato libra është spjegu kredoja, akidja e ehlus sunnetit. Se kanë dalë poezojmë ose Khavarij, ose kanë dalë Rafidi, Shia, ose kanë dalë Murgjie, ose kanë dalë Mu'tezili, jo ndiku prej filozofisë të vjetër që është përkthy filozofia e vjetër greke. Jo në përkthy në gjuhën arabe mësimet e Platonit, Aristotelit, Sokratit. Edhe tash ndikimi i kësaj filozofie o përzi
me gjëra burimore të islamit, edhe kjo, a din kur ka ndodhur kjo? Kjo ka ndodhur me njëre 200 vite mas vdekjes pejgamberit. Po 200 vite. Në Bagdad është përkthy filozofia e vjetër greke. Edhe sot shumë universitetet të Evropës të perëndimit, sot shumë profesora në perëndim thojnë mos me pas përkthy filozofinë e vjetër greke, të Sokratit, e të Aristotelit, e të Platonit, arabët i zhduka e si shkencë. Po fal arabët që e kanë përkthy në gjuhën arabe, e tani prej gjuhës arabe prap është përkthy në gjuhën e perëndimit, s'është përëndësi në cilën gjuhë. Po arabët dhe dietarët në Bagdad kanë kontribu me rujt filozofinë e vjetër të Greqisë, civilizimit grek. Imam Neveviu ka jetu diku 700 vite mas vdekjes pejgamberit. 700 vite o bo mix, janë hi plot njerëz të fe, kanë hi lloj-lloj sende, kanë hi edhe bidate në fe, janë shpik gjëra të cilat nuk janë pe fesë. Prandaj Imam Neveviu e ka regjistruar një kapitull kujdesi dhe rujtja sunetit pejgamberit, rrugës pejgamberit. Ajo rruga bazike që e ka trasu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Krejt që ka jonë fjalët të ti, porosit të ti, gjëra që i ka pëlqy, gjëra që i ka preferu, vepra që i ka bo, e kështu me radhë. Hadithin e parë, e ka përmend hadithin e Abu Hurairës. Thotë Abu Huraira radiallahu anhu, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, da'uni ma taraktukum, innama ahlaka man kana qablakum. Thot, po e lexojmë hadithin në gjuhën tonë, mos të humbim kohë. Thot pejgamberi alayhis salam, një ditë pejgamberi alayhis salam ju tha, më leni të qetë e mos bëni pyetje pa vend shumë, po më leni në atë që ju kam lënë. Demek, unë ju kam mësu juve namazi, agjërimi, haxhi, mos bëni pyetje pa nevojë. E dini Kur'an një njëri të pejgamberi alayhis salam i ka thonë, ja Rasulullah, a kemi obligim haxhin për çdo vit? Pejgamberi ka shokuar. E ka njëru. Kur u larguaj, të nesërmen pejgamberi thot, jam frigu, mos po vjen meleku Gjibril, sa i të insistu, a kena vetëm njëre njëtë haxhin obligim, a kena për çdo vit? Pejgamberi u frigu, mos po vjen meleku Gjibril, e po bëhet obligim haxhi për çdo vit. A mundeni me imagjinu ju sa vështirë është me kry haxhin për çdo vit? E pamundshme. Duke Allahu dhul xhelal i din potencialet tona, edhe fizike, edhe ekonomike, edhe të sigurisë. Ti ndonjëherë ki pare, po s'ka siguri, apo është lufta. Prandaj Allahu dhul xhelal na ka obligu me obligime ato që na bin tamam. Prandaj çu filloi pejgamberi, da'uni ma taraktukum, më leni të qetë, mos bëni pyetje pa nevojë, mjaftohuni me ato që ju kam mësu. Mjaftohuni, mos bëni pyetje pa lidhje, pa nevojë. Mjaftohuni me ato që u kam lënë. Innama ahlaka man kana qablakum kathratu su'alihim wa ikhtilafu ala anbiya'ihim. Që tash ka thot pejgamberi e tregon një problem nga e kaluara prej popujve të kaluam. Thot pejgamberi alayhis salam, para juve ka pas popuj dhe shoqëri, Allahu i ka shkatru për dy arsye. Thot kanë bërë shumë pyetje të pa nevojshme, të pa arsyeshme, dhe si rjedhoj e këtyre pyetjeve të shumta pa arsye, kanë fillu me pas mos pajtime me pejgambert e tyne. Nuk ju në pajtu me pejgambert që Allah ju ka dërgu. Prandaj Allahu i ka shkatru. Qëtash qyshe përmbyll pejgamberi me qëfar komenti? Fa idha nahaytukum an shay'in fajtanibu. Nëse unë juve ju kom ndalu prej një gjaje, largoni. A ju kom urdhru, mu largu prej asaj. Haram, largoni, braktiseni. Wa idha amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. E nëse ju kom porosite dhe ju kom urdhru për një gjë, sa të mundeni, kryeni. Respektojeni, praktikojeni, qeni në vend. Muttafaqun alayh, Bukhariu dhe Muslimi. Shqoni edhe njëre. Më leni të qetë dhe mjaftohuni me ato që ju kom porosit. Allahu ka shkatru popuj dhe shoqëri para juve për shkak se kanë bërë shumë pyetje pa arsye, pa nevojë.
dhe si rjedhoi atyre pyetjeve mos pajtimeve. Shumë mos pajtime, dikush kështu, dikush ashtu, kanë fillu mos më pajtu me pejgambert e Zotit që Allah ju ka dërgu, i kanë kundërshtu për ato ka ardhur fundi. A nuk na ka tregu Allahu në fillim të surës Bekare një ngjarje, një shembull, a nuk na ka jep si shembull ilustrim për pyetjet pa nevojshme? A ka ndodhur ajo vrasja në kohën e Musa sallallahu alaihi wasallam, e kanë vrarë një njeri. Kanë ardhur familja e atij mashkullit që ja kanë vrarë një mashkull, një familjar, ka thonë ti je pejgamberi i Allahut. Ti ke më na tregu kush na ka vrarë familjarin? Je pejgamberi i Allahut, ti fol me Allahun. Dush më na tregu kush o katili, kush na ka mbyt njerin ton gjakut. Musa alayhis salam ka thonë, shko merreni një viç, prejeni, merreni një copë mish, atë copë mishit masi e keni prej viçin, prekeni njerin e juj të vram gjenazën, me lejen e Allahut ai ka me tregu kush më ka vrarë. A është e vështirë që kjo si veprim, a është i vështirë? Shko merreni një viç, prejeni viçin, merreni një pjesë mishit, vendoseni mbi kufomën, ai ka me fol me lejen e Allahut, edhe ka me tregu kush më ka vrarë. Nuk janë mjaftu. Çfarë viçi është ai? E keni në surën Bekare. A është viç i ri, a i vjetër? A është viç që del edhe kullotën, kullosat hapura, apo është viç që rin në grasht? Çfarë ngjyre ka? Atë kaft, a e ka një ngjyrë tjetër, a i zi? Sa ma shumë kanë fillu me bo pyetje pa vend, Allahu e ka bo edhe ma të vështirë me ardhë deri te zbulimi i ngjarjes, sa që në fund me ze kanë gjetë këtë llojin e viçit. Këta po bëjnë pyetje, Allahu po e bën edhe më të vështirë. Domethënë pyetje pa arsye. Dhe në fund ka ardhur e zgjidhja, po ka ardhur më shumë vështirësive. Pejgamberi alayhis salam në Ramazan, pse nuk u dal natën e tretë me fal taravin? Kur u dal pejgamberi natën e parë me fal taravin, i ka gjetë do apo natën e dytë, ju në bo ma shumë, apo? Gjemat, natën e tretë kanë umbush gati xhamia, e kanë pi pejgamberi së dalë. Që ka thonë? Se jënë frigu, mos po mendoj njerëzit se është obligim edhe farz. Po le të falet se cili, mënyrë individuale, ose grupe, dikush shpi, dikush në xhami, ju e dini kur i ka bo, muslimant me u falë bashkarisht mas një imami, kush i ka bo? Omeri, do më thonë, odek pejgamberi alayhis salam, odek Abu Bekri, kur ardhë Omeri, ka thonë, na po kthehemi në origjinë, po pejgamberi nuk e ka bo atë veprim, nga friga mos pe kupton dikush se ajo është farz. Prandaj, kjo fjala pejgamberit alayhis salam i ka disa mësime. E para, më lëni të qetë edhe mos bëni pyetje pa nevojë dhe pa arsye, mjaftohuni me ato çka ju komlon. Tash kjo nuk bën me kuptu bukfalisht edhe nuk bën me abuzu me këto, se ka grupacione në fen ton, thot nuk bën ti me pyet çka thot ai. Ç'është po thot shehi u kry, mos vet. Ç'është do të më bë? S'ki nevojë me pyet ti më shumë. Ka dalë vare se në fen ton nuk ka te tabu. Domethënë nuk bën me abuzu me këto. Pyetje pa nevojë, pyetje pa vend, pyetje hipotetike. Tash për shembull më thon dikush për juve, që kjo ngjarja që e dallëdisi këtë dynjen Artemisi 2 apo këtë ngjarje apo e çush falem atje ku e mon me bo, a ka ujë, s'ka ujë, a ka te më. Hajde njerë po shkojmë atje, po blejmë troje, kur shkojmë atje e gjejmë të një zgjidhjen, e gjejmë edhe kiblën, e gjejmë edhe ujin edhe krejt, po na halasim shku atje. Domthon ulemaja kanë urrejt me bo pyetje hipotetike, pa ndodh halani sen, ti me fillu me imagjinatën tonde, e nëse ndodh çështu, e çush ja bëjmë çështu. Këto janë pyetje të pa arsyeshme. E para, e dyta, pejgamberi tregoi se ne nuk duhet me bë sikur popujt e kalum që si rjedhoi e pyetjeve të shumta të pa arsyeshme, kanë pas mos pajtime dhe përçarje mes vete, rrjedhimisht nuk i kanë dëgjuar pejgamberët e Allahut, prandaj ka ordënimi i Allahut. Edhe e treta e fundit pejgamberi sa shumë thjesht dhe shkurt dhe qartë, ato që ka ju kom porosit me u largohuni, ato që ju kom porosit me vepru, sa të mundeni veprojeni. Edhe u kry puna. Hadithi tjetër është hadithi i
Irbad ibn Sarije radhiyallahu anhu, i cili thot një ditë pejgamberi alayhis salam na mbajti një këshill, e cila ishte këshill që i rënqethi zemrat tona, na boni pejgamberi me çajt, aq ishte porosi dhe këshill e prekshme, sa që i tham pejgamberit, ja Rasulallah, mos është kjo hera fundit që po takohemi ne bashku. Do më thonë, aq shumë i ka porosit pejgamberi a.s. Aq shumë i ka prek, sa që kanë mendu sahabët, kjo mundet më konë për takimeve të fundit me pejgamberi a.s. Mos i ka vakti me shku në ahiret. Çka i ka porosit pejgamberi? Dëgjani. I ka thonë, porosia e parë ju ka thonë, usikum bi taqwallah. Porosia e parë, frigojeni Allahut. Krejt pejgamberët e Allahut, popujt e tyre dhe umetet e tyre i kanë porosit me këtë porosi, frigojeni Allahut. E dyta, ju ka thonë pejgamberi, es-sam'u wat-ta'a. Dëgjani edhe respektoni prisat e juj. Mos u rebelohuni. Mos u bëni arrogant. Mos bëni përçarje. Mos u bëni grupe. Tarafe. Por do të jeni unik. Wa in ta'ammar alaykum 'abdun habashiyun, thot edhe nëse juve ju vjen një pris, është rob, sklav prej Abisinis, a është i pari juj, respektojeni, dëgjojeni, unifikohuni, se kur ka unifitet, aty ka hajr. Nëse përçaheni, domi është shumë i madh. Qëta është që ka thot pejgamberi a.s. Wa innehu men ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira. Ata që kanë me jetu pas meje për juve, kanë me përjetu mos pajtimet mëdha, divergjenca, përçarje, grupacione, laramani, qësh dështuj. Por pejgamberi nuk e kalon vetëm, nuk e ka tregu vetëm një problematik që ka me e godit umetin. Tash qëre, pejgamberi kur e ka bo këtë muhabet dhe kur i ka fol, kur i ka porosit është 1400, ma shumë se 1450 vite. Para me ndoni, në këtë periudh, pëthuj se 15 shekuj, sa mos pajtime ka pas gjatë historisë islame mes muslimanëve. A e dini o vllazën ju që diku ma shumë se 10 vite, keramitat e kanë vjedh gurin e zi prej Qabes, edhe ma shumë se 10 vite, muslimanët kanë bo haqë, e kanë bo umre, kanë bo tavaf, e guri zi nuk o konë në Qabe. Keramita, një grup i devijum, i shijave, kanë jetu në atë kohë diku, ka Jemeni, kanë ardhë dhe kanë bo agresion mbi Qabën e bekume, e kanë vjedh gurin e zi. Mbi 10 vite, dhe i sa i kanë luftu. Do më thonë, të ashtu shqyshma, nuk të rokë mendje. E dini që me njëre mas vdekjes pejgamberit alisam, janë shfaqe dhe janë paraqit pejgamber të rejshëm. E është edhimshme. E dini që një ndi është paraqit në Pakistan tash, një pjesë aty afër Pakistani, India, sakt nuk muj me dit, por është paraqit në shekullin e kalum, do më thonë para 40-50 vjetëve, Mirza Ghulam Ahmed ka thonë jam pejgamber. Para luftës, kur i kena pas ato satelitët, e kanë pas një kanal, një herën ditë kanë pas emision edhe në gjuhën shqipe. Njoni për të në ka ardhë para luftës, në Jugoslavia kërkon, ka studiu në fakultetin, në Universitetin e Prishtinës, fakultetin e gjuhës shqipe, e ka përkthy Kur'anin në shqip, subhanallah. A dini ma ka pru një bashkëqytetari joni i familjes Vejsa në Norvegji, ja ka njep në një xhami në Oslo, Kur'anin e përkthym në gjuhën shqipe Ahmedit. Tani ata janë da Ahmedi Kadiani. Ty shku në Durrës prej Tiranës ty shku në Durrës nonën e majt. Ty shku në Durrës prej Tiranës, Tiranë Durrës, ki parasysh, Tiranë Durrës, nonën e majt, është xhamia me 2 minare, një xhami, e kanë bu kahmati, jon Ahmedi. Ahmedi e kanë marrë emrin se çaj Mirza Ghulam Ahmedi thotë unë jam pejgamberi i fundit.
Me nderë para juve, i ka ardhë fundi jetës, ka dek në WC, ka vdek, qaj. Ka vdek aty ku e meritan. Ka vdek aty ku e meritan. Apo që të më thonë, sa mos pajtime. Pejgamberi alajhi tha, ju që keni me jetu mbas meje, keni me pas shumë, keni me dëgju, keni me përjetu shumë mos pajtime, shumë leramani, shumë divergjenca, shumë urrejtje, shumë përçarje. Po që tha pejgamberi, e la ilaçin fa aleikum bisunnati, ju porositi, obligime keni me ju përmbajt rrugës time. Përmbajuni asaj që ju kum lënë në juve. Wa sunnatil khulafa'ir rashidin al mahdiyyin, po ashtu përmbajuni edhe rrugës aty në khalifëve të drejt mas meje. Këta janë 4: Ebu Bekri, Omeri, Othmani, Alija. Nuk ka kur gjatë keqe këtu me shti dhe Hasanin radiallahu anhu, djalin Ali, se dhe ajo kon khalife 6 muj, po të një o tërhek. Këta janë khalifet e drejt. Rrugën e tyne. Për shembull, ezonin gjmo. A e thirim 2 herë ezonin, apo? Në kohën e pejgamberit nuk u thirr 2 herë ezoni. Në kohën e pejgamberit nuk u thirr 2 herë ezoni. Në kohën e Abu Bekrit nuk u thirr 2 herë ezoni. I gjumos. Në kohën e Omerit nuk u thirr. Kur ardh Hazreti Othmani radiallahu anhu, o zgjeru, o rrit Medinja, kanë njën bo mahalla të reja, shkun gati 20 vjetë që tiki pejgamberi sa. E ka pa të arsyeshëm se kanë jetu njerëzit në periferi lagje, e ka pa të arsyeshme me shtu edhe një ezan. Ezoni parë më konë para pregaditje. Keni mend, të shoj gjumam, mos habit një mas arave, mas biznesit. Gjatë që sot, nëse largohet ezoni i dytë, a ka në i zarar? Nuk ka në i zarar. Se ezoni i dytë ka ardhë si shprehje për me i paralajmru njerëzit i pari më bogati. Apo? I dyti, nuk ka kur gjë të keqe. As nuk të nxirr pe i fesë, po vetëm po dona me tërgu origjinën. Dhe shiqoni që ka tha pejgamberi sa. Ata që kanë me jetu mas meje, kanë me pa, kanë me dëgjue, kanë me përjetu, shumë mos pajtime, shumë leramani, shumë përçarje. Ilaçi ja Rasulullah, aleikum bisunnati, ju porositi, ju obligoj me ndjek rrugën time. Presje, rrugën e khalifëve të drejt mas meje. Ebu Bekri, Omeri, Uthmani, Alija, Hasani, s'ka mu, pik, s'ka. Nuk kena në atash për hatër të emin peshti dhe i kushëri këtu. S'ka kushëri këtu mu. Këta jonë, pik, u kry ke pun. Ka puni fort për rrugën time edhe rrugën e këtune khalifëve drejt. Bilem e ka përdor, thot, ka punim, si kur ti kur dal me kap diçka mos me lëshu me kafshu, e kafshon me dhëm për para me dhëmball. Me dhëmball e pejgamberi. Addu alejha bin nawajir, ka puni fort me dhëmball. Nuk ka hajgare. Fort ka puni për rrugën e pejgamberit sa edhe khalifëve të drejt. Wa iyyakum wa muhdathat al-umur. Kujdes, kujdes e gaboni, e shpikni gjëra të cilat nuk janë fe. Shpikni. Fa inna kull bid'atin dalala, se ato gjërat të cilat shpiken në fe, i ngjiten fes e nuk janë për fes, ato janë risi, janë bidat. E fundi i bidatit që në zjarë, waliyadhu billah. Alija radiallahu anhu, hadith është i vërtet. Ky hadith ka ardhur në transmetime të tjera. Këto që ka përmend Imam Nevaviu e transmeton Ebu Davudi, edhe e transmeton Imamu Tirmidhi. Alija radiallahu anhu u detyru me i vrarë njerëz. Kanë dalë dhe i kanë thonë ti je Zot, waliyadhu billah. I kanë thonë Alis ti je Zot. I ka vrarë Alija krejt. A është çfarë bidati? Ebu Bekri a ka bo luft. Një për grupeve që ka luftu, ku shokon? Ata që ja kanë ndalë, kënë ja kanë ndalë? Zekatin. Ka thonë se kemi obligim me të apty zekatin. Kurani ka thonë me jap Muhammedit a.s. Muhammedi ka shku të Allah, se ka më obligim. Bidat. Shë bidatët. Bidatët në fej. Iyyakum wa muhdathatul umur. Kujdes, e shpikni gjëra në fej. Se gjërat të cilat shpiken në fej janë bidat.
Ndërsa bidatet edhe risit që janë ardhë në fe, ato të qojnë në zjarë xhenemit. Të largojnë për rrugës pejgamberit. Pse të qojnë bidatet në zjarë xhenemit? Se të largojnë për rrugës pejgamberit. Por tash këtu do të kemi kujdes, po këto po e lojmë për javën tjetër, këtu do të kemi kujdes, mos të abuzojmë dhe mos të keqpërdorim këto lloj terminologjie, bidata dhe sunet. Atash koha dallon koha pe kohës. Me na I papa gjyshat ton, hoxhallar ton, mësuesat ton, asnjë 365 ditë nuk o dal me këmish me mangë të shkurta. Edhe asnjë nuk o dal kur krishtrut. Kur për jetë. Se o kun mentaliteti, o kun adeti, o kun standardi I fesë dhe I shoqërisë. A I keni pa qysh kanë ardhë, kanë hi bidatet në fe, në kohën e komunizmit, ja u kanë hek njerëzve edhe kapuqin e hoxhës, ja u kanë hek edhe plisin, ja u kanë hek, edhe I kanë pru do kapuqa tjerë, këtë kapuq, sheshirin, kapuqin francuski, atë tjetrin, jënë hi edhe hoxhallarët, Allahu I mëshiroft, po jënë detyrua dhe jënë ra në diktatin edhe ka dhe për tyre që kanë bajt edhe kapuq francuski, nuk është ajo diçka nëj problem as, po o konë situata qashtu, jënë kompleksu, kanë majtë ma pak shallin. Wallahi, unë e maj men gjamit e babgjysh jem, do pleq u falshin e lidhshin mindilin. S'kan pas kapuqin, mos mu fal kryshtrum, e kan lidh mindilin, se s'ban kryshtrum mu fal. Mu fal me kapuq është namazi ma I kompletum. Allahu I shpërbleft. A ban mu fal me kryshtrum? Po tash ti ki po hoxhallarët e këtij zamonit ton dalin hytbe, as kapuq, as shall, as tërllok, as gjybe. është për të ardhë keq, është turp është për të ardhë keq. Se s'poj përmendim mjekrat ato nësë për I miqë të sunet I mjekrës, që sunet I fort I krejt pejgamberëve të Allahut, I krejt pejgamberëve. Kur thujmë sunet, është rruga krejt pejgamberëve të Allahut. Nuk po flasim në kuptimin sunet, mundesh për to, mundesh për to. Jo, krejt pejgamberët e Allahut, është rruga e tyne. Po nuk dojmë hina debat. Ata komunistat kanë bo propagandë 40 vjetë. Hoqë pedantisht. Qka isha I hoxha pedant? Nuk di edhe për nevzat ka zona, që kanë zona asaj kolonskës në këtë luftës. Jo, ko një mërë kolonska, hajde me ju e Sërbis që kona Jugoslavis. Briljanta. Ish hoqë pedant, bre. Pivi kera misk, bre. Pse? Se komunistat kanë bua atë propagandë 40 vjetë. Janë mundu me I fy hoxhallarët. Allah është shpërblet, ata hoxhallarët që ashtu me nëzje kanë rrujt fene, kanë majt fene, janë mundu, po propaganda, kupto propaganda. Ish hoqë pedant. Pse që hoqëa pedant? Që ashtu? E keni parasysh. Është ndalu në Turqi Elifi. Kone kanë zonë me Elif në Turqi. Mas luftës dytë botërore kanë shtinë në burg 15 vjetë. Muftia në 2015 ka qenë mufti I Turqisë Mehmed Efendi Gërmezi. Thot mos më pakon gjyshet tona në Nadal, nas kishim ditë me lexu Kur'anin, gjyshet na kanë mësu. Mbi 10 vite e kanë ndalu haxhin, si kanë lënë muslimanët me shkon hax. Mbi 500 vite ka pas khilafet islam. Mbi 500 vite e kanë quajtur islamin në të 4 anët e globit. Mbi 500 vite kanë ndërtu 250 xhami në Beograd, Beligrad, qyteti I bardh për shkak të minareve të shumta, minaret e bardha. Që ta e ka marrë emnin 250 xhami. A mundesh me paramendu ma thute të dytë botëror, nuk I kalon 10 vjetë me shku në haqë. 12 vjetë o këndu e zani turqisht. Apë qëfar bidati? Mu largu për rrugës qëfar bidati? Me kënu e zonin 12 vjetë turqisht. Kure ka këthy presidenti Turqis e zonin original në gjuhën e Kuranit, e kanë virë, e kanë marë, e kanë qitë, e kanë virë, Adnan Menderesi. Kër këm ledzu kujtimet e një hoxhës, Muftia I Ankaras, Rahmet Past, kanë marrë me trajnu hoxhallar, I kanë trajnu me muj, me dal imam e me u falë turqisht. Apo I nini këta tonë, ta kur gjësë për kalzojnë ta. A di këta tonë, se s'falim Shqipna. Hoxhë, në më falë, Shqip është ardhë. O, vallaj, s'vjen ti. Nuk ka problemi. Muftia I Ankaras ka jap dorëheqje.
kanë organizu imam, edhe është xhamia në Stamboll me emër mbi emër 3 javë ditë ju ka pri xhamatit. Së shku kur kush më në xhami ty detyru xhamatin, ty u fal turqisht. U qu, Allahu e më shëroft muftia janë karas, qfar letre revoltuse me mlef për i kan imani. Shejkhul Islami i fundit Mustafa Sabria, kur u prish administrata Osmane, s'ka mujt me deru me jetu më në Stamboll, u shku, u shpërngull për hir të Allahut në Egjipt. E ka shkru një liber, disa vëllime, kur lexohet ai liber, ai krit libri tina për plot lot e vaj, sa të qysh ka mundësi me ardhë gjendja umetit tem këtë vend. Mustafa Sabri. Të më thonë bidatët, jënë shpik sendet. To në kanë arë neves. Allah, jënë kënë ata gjallartë pedanta. Po ato jënë kënë me të vërtet pedanta, Allah, në gjenet i qoftë, sa të kanë jetu në kohë shumë të fështirë me rujtë fenë, po apo e sheni propagandën. Propaganda që është bo, kur shpiken gjëra në fe që nuk janë prej fesë. Kur shpiken gjëra në fe që nuk janë prej fesë, pra një pejgamberi tha, kaponi me dhëmbal fuqishëm për rrugën time, për sunetin tim, për traditën time, për fen time, edhe khulefave të drejt mas meje që kanë ardhë, ata të pestit radiallahu anhu.